Përshëndetje miqtë të ndjekës të këtij kanali. Uroj të jeni mirë dhe në paqen e Zotit. Sot do flasim për sektet dhe kultet e rreme. Sikurse do shohim dhe rrezikun që kanon çdo besimtari kur ai i hyn një rrugë të një mashtrimi shpirtëror. Kjo temë është shumë e rëndësishme, sidomos për kontekstin tonë shqiptar, duke qenë se Shqipëria për një periudhë shumë gjatë ka qenë mes pushtimesh, luftrash, perandorive të ndryshme, ka pjesë të perandorive dhe gjatë viteve pasaj 45 deri në vitet 90 dim që ka qenë një izolim total në regjimin komunist që përpos problemeve që ka shkaktuar e ndahu dhe nga eksplorimi i botës shpirtërore dhe nga njëja e kulturave fetare. Dhe pas viteve 90, në Shqipëri, si një vend, le të themi i shkret shpirtërisht, deportuan shumë organizata dhe institucione të ndryshme fetare, shumë prej cilave vazhdojnë të jenë aktive dhe më sot, por vijojnë të hyjnë dhe të reja, dhe për më tepër në kohën që jetojmë me zhvillimin dhe avancimin e teknologjisë informacionit, shumë sekte dhe kulte vazhdojnë të deportojnë në ekranat e celularëve, në ekranat e kompjuterave dhe veçanërisht të rinjt e shoqërisë shqiptare nuk janë në mas të gjerë informuar për doktrinat që këto kulte dhe sekte mësojnë, dhe si rrjedhoi e kësaj, jo pak herë në Shqipëri kemi pasur dhe raste vetvrasjesh, ose rastje edhe më tragjike që kanë ndodhur si pasojë e jetesës ose praktikës shpirtërore që ndodh pikërisht në sekte dhe kulte të ndryshme të cilat pak njihen. Por veçanërisht, duke qenë se ky kanal është më së tepërmi për të shërbyer ata që kërkojnë të njohin për krishtërimin, sikurse edhe besimtarëve krishterë, pra i kujtoj që është një shërbesë krishtere, edhe për komunitetin tonë krishterë, përbën një rëndësi të veçantë sepse gjithashtu krishterët ndihen të rrezikuar nëse ata nuk kanë informacion të mjaftueshëm mbi këto lëvizje të ndryshme ekstreme. Kështu që sot do shohim pikërisht identifikimin e sekteve dhe të kulteve. Dhe tema është rreziku i mashtrimit shpirtëror, kurse tham, ideja kryesore pse po e bëjmë këtë mësim është që sektet dhe kultet së pari duhet kuptojmë që janë të rrezikshme. Janë të rrezikshme për jetën e njerëzit, si për anën mendore, anën psiqike, anën shëndetësore, anën sociale, për çdo aspekt të jetës. Ata kryesisht mashtrojnë njerëzit me mësime të rreme dhe asgjë e mirë nuk vjen nga mashtrimet. Dhe për më tepër i bëjmë pjesë të këtyre organizatave, duke i skllavëruar, duke i manipuluar dhe kryesisht mbi të gjitha duke i shmangur edhe nga e vërteta që është fjala e Perëndis, që për ne krishterët është Bibla. Tek letra e dytë e Pjetrit, kapitulli 2 vargu 1 në Biblën e Shenjtë na thuhet që por edhe midis popullit pati profet të rrem, ashtu si edhe midis jush do të ketë mësues të rrem, të cilët do të sjellin shehtazi, herezi shkatruese. Pa Bibla na thotë që profetët e rrem, profet këtu është ekuivalent me fjalën mësues, pra ata që japin mësime të rreme ka patur gjatë kohëve biblike, por shkrimi, pra fjala e Perëndis, fryma e shenjtë, përmes apostullit tjetër thotë që edhe midis jush do të ketë mësues të rrem, pra do të vazhdojnë të jenë mësues të rrem gjithmonë. Dhe ata shehtazi ose në një mënyrë, le të themi inake, ose të djallëzuar, do sjellin herezi shkatruese. Për ata që nuk e dinë, herezi do të thotë mësim i rrem, mësim që nuk përkon me të vërtetën e fjalës Perëndis. Dhe kur njeriu bëhet pjesë e këtyre herezive, pra mësimeve të rreme, ai do mbjellë shkatrim në jetën e tij. Pra do shkatrohet shpirtërisht, emocionalisht, psikologjikisht dhe edhe fizikisht.
Prandaj them që në Shqipëri fatkeqësisht ka pasur disa raste prej vitesh, edhe pse nuk njihen të gjitha, individ të bërë pjesë të një sekti ose kulti, ose vetë kanë formuar një kult ose një sekt, në fund janë shkatruar. Janë shkatruar dhe jo vetëm kaq, por kanë larguar dhe shumë njerëz, pra i kanë fiksuar që ata mos kërkojnë Zotin. Në fjalën e tij, në Biblën e Shenjtë. Çfarë janë sektet dhe kultet? Po japim dy përkufizime të shkurtra. Sekt do të thotë një grup i ndarë, pra i ndarëveçmas, nga një fe kryesore, pra, nga një besim i organizuar kryesor. Dhe shpesh ndodh që këto ndarje, pra jo gjithmonë ndodh, ka dhe grupe që thjesht veçohen dhe krijojnë një bashkësi le të themi krishtere, dhe mund të jenë të shëndetshëm, pra mund të jenë në vllazëri, në një besim të shëndosh, por shpesh, rastet më shpeshta janë që mësimet e tyre devijojnë, pra nga ajo që ne quajmë doktrina e shëndosh, biblike, ose shtrembërohet. Shtrembërohet duke i dhënë keq interpretime, ose duke theksuar ato që nuk janë kryesore, më tepër se sa ato që janë kryesore e kështu me radhë. Kurse kultet përkufizohen si grupe me praktika ekstreme, pra grupe ekstremiste fetare, dhe shpesh ndodh që këto kulte udhëhiqen nga një lider karizmatik. Prandaj quhen kult, sepse bazohen te kulti i individit. Dhe ky lider i këtij kulti pretendon kryesisht që të ketë autoritet të veçantë. Pra shpesh ata thonë që mund të kenë një mesazh nga Zoti, ose mund të thonë që shkrimi i shenjtë në Bibël mund të jetë deformuar dhe ky e ka të vërtetën ekskluzive, ose ky ka interpretimin e saktë të shkrimit. E kështu me radhë, ose jep komplet një teori tjetër, sikur bota është në mashtrim dhe ky ka ardhur ta ndryshojë botën e gjëra të tjera me radhë. Pra këtu kemi të bëjmë me kultet, pra sekti bazohet tek një grup, pra një bashkësi që veçohet nga kisha, le të themi, dhe ndjek mësime të devijuara ose shtrembëruara. Kurse kulti është kur grupi ndjek njeriu, pra një individ, pra karizmatik, pra që ka një magnetizëm të fortë, ka aftësi bindëse, por edhe kontrolluese, manipuluese, siç mund të shohim më pas. Dhe ndjekin pra pikërisht këtë liderin, këtë njeriu. Dhe në të dyja rastet kemi të bëjmë me figura fetare. Karakteristikat përgjithshme është që mësimet devijojnë nga besimet kryesore të krishterëve, të cilat do i shohim pak më tej, pra cilat janë besimet ose doktrina e krishterë, nga ku sektet dhe kultet devijojnë. Tipar tjetër i përgjithshëm është që në sektet dhe kultet ndodh që të ketë kontroll të madh mbi anëtarët, pra praktikisht anëtarët zëre se nuk kanë një jetë private, janë të kontrolluar dhe të manipuluar nga sektet dhe kultistët. Ndërsa karakteristika tjetër është që ndodh që anëtarët në pjesën më të madhe të rasteve izolohen si nga shoqëria e jashtme, por edhe nga familjarët e afërt. Pra jetojnë komplet të distancuar dhe të izoluar nga bota e jashtme, të afërt. Dhe mënyra më e mirë për të dalluar kultet dhe sektet është të njohim së pari doktrinën e krishterëve. Për ne të krishterët protestant ose ungjillor, ka rëndësi të veçantë parimet e reformës protestante, pra reformimi i madh i kishës gjatë viteve 1500, të filluar në Gjermaninë e kohës, për të përhapur më gjërave në botë, pra protestantët janë grupi i dytë me më shumë anëtarë në botë pas katolikëve, dhe grupi i tretë janë krishterët ortodoks, për cilët kemi bërë dhe një mësim të mëparshëm që mund ta shikoni po në këtë kanal. Dhe doktrina dhe besimet themelore të krishterëve janë pikërisht ato që për ne të krishterët protestantë ose ungjillor quhen si 5 solat. Sola nga latina do të thotë vetëm. E para është sola scriptura, do të thotë që vetëm shkrimi. Pra ku mund ta njohim Perëndin? Perëndia pothuajse për gjithë krishterët, të paktën ata që unë njoh, ku ky edhe vetë si rast. Për ne krishterë Perëndia në fund na drejton gjithmonë tek shkrimi dhe fjala e tij. Pra na flet në mënyra mbinatyrore kur e kërkojmë atë,
na flet në ëndra, në vëgime, na flet për brenda, pra në drejton zemrën, na drejton jetën për ta kërkuar atë, por në fund na çon te burimi dhe burimi është fjala e Perëndis. Dhe të tre traditat kryesore të krishterë, pra si katolikët, ortodoksët dhe protestantët, bien dakord që shkrimi është një autoritet kryesor, pra Bibla. Aty e gjejmë Perëndin. Aty na jepet gjithçka që Perëndia na ka zbuluar. Dhe na thuhet në Bibël që të gjithë shkrimet që frymëzuar nga Perëndia, dhe asnjë shkrim në Bibël nuk ka ardhur në mënyrë jo mbinatyrore. Pra, mënyra mbinatyrore do thotë që ka ardhur përmes profecive. Zoti ka folur nëpërmjet profetëve, Jezu Krishtit, apostujve. Pra shkrimi është autoriteti absolut. Çfarë është shkruar dhe jo më shumë. Kuptohet traditat e ndryshme krishtere kanë edhe pjesë të dogmës së tyre që mund t'i gjeni tek video e kaluar që thash, për mos u zgjatur, por gjithë bin dakord që Bibla është autoriteti kryesor i krishtërimit. Pra çfarë mëson Bibla është pikërisht vetë krishtërimi, dhe vetë Zoti që flet njerëzimit. Sola e dytë është sola fide. Pra tham sola scriptura, vetëm shkrimi, sola e dytë sola fide, vetëm me besim. Pra në shkrimin e shenjtë thuhet që vetëm me anë të besimit ne shpëtojmë. Pra besimi e bën të krishterin pra besimtar le të themi. Dhe besimi është gjithashtu një lidhje mbinatyrore me Perëndin. Jo të gjithë mund të kenë besim. Po Bibla mos harrojmë që libër besimi, që e udhëzon njeriu që kërkon Zotin drejt rrugës së besimit. Dhe përmjet besimit ai shpëtohet, lidhet me Perëndin, rilind, dhe këtu ai njeh hirin e Perëndisë. Dhe hiri është dashuria dhe mëshira e Krijuesit tonë për njerëzimin. Dhe kemi hyrë tutë sola e tretë, sola gratia, që do thotë vetëm me hir. Pra për ne krishterët ungjillor protestant, ne jemi shkuar vetëm me anë të hirit të Perëndisë, përmes besimit te ky hir. Hiri i Perëndisë na thuhet në Bibël që është i shfaqur që të gjithëve. Pas Krishtit po flas. Perëndia ka hir për të gjithë. Po jo të gjithë e besojnë këtë hir. Dhe hiri i Perëndisë na thuhet që është shpëtues. Dhe shpëtimi na çon tek sola e katërt, solus Christus, vetëm Krishti. Pra hirin Perëndia ka treguar vetëm nëpërmjet Krishtit. Të gjithë jemi mëkatar dhe çdo mëkat duhet paguar sipas ligjit të Perëndisë. Dhe Krishti, Perëndia e ardhur në mish, në birin e tij, pagoi për mëkatet tona në kryq, që ne të kemi paqe me Perëndin. Dhe këtë paqe e marrim nëpërmjet Krishtit, përmes hirit Perëndisë që solli Krishtin për shpagimin e mëkateve tona, nëpërmjet besimit. Dhe këtë na thot shkrimi. Ja ku i përsëritëm 4 solat. Kurse sola e 5 është soli Deo Gloria. E fundit po ëna rëndësia dhe në fakt është më e rëndësishme. Gjithë ky plan i shpëtimit, gjithë kjo e vërtetë që na jepet, bëhet vetëm për lavdinë e Perëndisë. Soli Deo Gloria. Vetëm Perëndisë i qoftë lavdia. Pra këtë besojnë të krishterët. Perëndia që di fundin ende pa filluar, e para përgatiti gjithë të plan që mësohet si në dhjetën e vjetër në Biblën hebraike, me profeci dhe ja të themi forma të ndryshme. Për ne krishterë janë si hije të asaj që do vinte, dhe ai që do vinte është pikërisht Perëndia vetë, Zoti do shpëtonte njerëzimin. Dhe ai erdhi në Mesian, që në shqip ne i themi Krishti, pra Mesia, shpëtimtari i botës. Vetë emri i Jezus do thotë Jahve, Jasha në hebraisht, që do thotë Zoti shpëtimtar, Zoti shpëton. Pra gjithë mesazhi i krishterësimit ky është që ne nuk shpëtohemi nga veprat tona, nuk shpëtohemi vetë, ne shpëtohemi vetëm nga Perëndia për lavdinë e Perëndisë, përmes vetë Perëndisë, Jezu Krishtin, shëmbëllimi dukshëm i Perëndisë pa dukshëm apo shkëmbim. Vetëm prej hirit të tij, dashurisë dhe mëshirës së pamerituar, për ne mëkatarë, se gjithë janë mëkatarë në botë, mëkatuam që në kohën e Adamit dhe Evës, dhe këtë shpëtim e marrin përmes besimit tek ai që Perëndia është. Dhe këtë mëson shkrimi i shenjtë që Perëndia ka folur mes profetëve, vetëm Jezu Krishtin dhe apostujve. Pra me pak fjalë shkurtimisht, prandaj u zgjodha këto solat. Këto janë parimet e besimit biblik të krishterëve, të ndryshme si teologjia ungjillore protestante.
Por mos harrojmë që pavarësisht se pan vetëm teologjinë ungjillore protestante, të gjithë krishterët, edhe pse kanë mënyra të ndryshme të këndvështrimit të shkrimit të shenjtë biblik, kur vjen puna si katolikët, ortodoksët dhe protestantët ose ungjillorët, kanë besimet themelore që ata bien dakord. Pra janë që të gjithë të krishterët. Pra si themi e njëjta pemë, trungu është fjala e Perëndisë, njohur si Jezu Krishti, për fjala si logos, si vetë karakteri Perëndisë i mëshiruar, dhe këto të tre janë tre vdek, nuk janë tre pemë të ndryshme. Kështu që gjithë të krishterët i bashkon një njëjti besim. Dhe besimi biblik, ose le themi baza themelore të gjithë krishterëve, janë së pari Trinia e Shenjtë, pra Perëndia që krishterët besojnë, është ai që Bibla jep, dhe Bibla mëson qartë që Perëndia jonë është Ati ynë, Biri i Perëndisë dhe Fryma e Shenjtë. Pra Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë. Nuk janë tre Perëndi, është një Perëndi, por në këto tre hipostaza, le të themi. Pra një esencë në tre manifestime të ndryshme. Pra Trinia e Shenjtë. Dhe kuptohet ka mister, po kemi thënë që mund ta kuptojmë vetëm duke abstrahuar. Shumë te vitet e kaluara kam dhënë rastin e trekëndëshit. Ne i themi trekëndësh dhe themi që është një, por në fakt ai është tre këndësh, pra tre kënde që formojnë një trekëndësh. Pra kështu ndoshta mund ta kuptojmë Perëndinë. Por ama manifestimi tim më së fundi është pikërisht në kohën që ne jetojmë pas Krishtit, në Jezu Krishtin. Prandaj krishterët quhen krishterë, pavarësisht traditës katolike, ortodokse dhe protestante. Të tre besojnë Trininë e Shenjtë si vetmin Perëndi. Së dyti ku bien dakord besimet e krishterëve është hynia e Krishtit. Pra birit Perëndisë. Perëndisë ardhur njësh, pra Jezusi si Perëndi dhe njeri. Jo gjysmë Perëndi, gjysmë njeri si mitologjia e lashtë greko-romake, por 100% njeri, 100% Perëndi. Dhe erdhi pikërisht për të shpenguar njerëzimin nga mëkatet e tyre. Pra Perëndia u bë njeri për të shpëtuar njeriu, sepse njeriu nuk shpëton dot veten e tij për të dalë te Perëndia. Së treti, vdekja dhe ringjallja e Jezu Krishtit për shpëtimin tonë. Pra gjithë plani plotësuar i Perëndisë në shkrimet e shenjta realizohet diçka më tepër se 2000 vite më parë, dhe kjo është një provë historike që kemi folur edhe në video të tjera. Mësimet krishtera për Jezu Krishtin mund ta kërkoni playlistën në këtë kanal. Së katërti, të treja këto, le themi traditat krishtere besojnë që Bibla është fjalë e frymëzuar e Perëndisë. Pra vetë Perëndia ka folur nëpërmjet profetëve, vetë Jezu Krishtit dhe apostujve. Dhe së pesti, kthimi i Krishtit dhe jeta e përjetshme. Pra kthimi i Krishtit jo më si shpëtimtar, por si gjykatës për të gjykuar të shkrimin të gjallë edhe të vdekur. Pra të vdekurit do ringjallen në një formë trupore tjetër, kurse çka kanë mbetur të gjallë, që të gjithë do dalin para gjyqit përfundimtar në rikthimin e dytë të Krishtit. Dhe aty besimtarët do shkojnë pranë Perëndisë, jo besimtarët do kalojnë përjetësim pa Perëndi. Te 1 Korintasve 15:3-4 përsërisim është pikërisht në vetëm Ungjilli, por i perifrazuar fare shkurt, pra Krishti vdiq për mëkatet tona, u varros dhe u ringjall. Pra këtë besojnë të gjithë të krishterët. Pra i tham këto gjëra për të kuptuar që ku qëndron njëri mësimi i shëndosh i krishterë dhe ku fillojnë dhe shfaqen sektet dhe kultet, për të kuptuar si devijojnë ata nga ky besim. Pra e bëm këtë që ta identifikojmë më së miri doktrinën ose mësimin e rrem. Po jap një shembull të vogël për ekspertët që identifikojnë bankonotat ose parat ose valutat falso. Ata studiojnë një herë parat e sakta, ato që nuk janë falso. Pasi kanë studiuar më së miri të gjitha detajet, atëherë ata kanë shumë të thjeshtë të identifikojnë valutën falso. Kështu edhe për ne besimtarët, ndaj u bën këto hyrje mbi doktrinën biblike të krishtere, kryesisht teologjisë ungjillore protestante, por pam që gjithë krishterët bien dakord mbi ato që Bibla mëson. Kurse sektet dhe kultet, pikë së pari, pra si mund të identifikojmë tham, është që ato devijojnë nga këto doktrina kryesore të krishtera. Pra janë grupime të devijuara nga vetë krishtërimi, le të themi. Dhe së pari më së shumti, sektet dhe kultet mohojnë pikërisht Trininë e Shenjtë, mohojnë Perëndinë e Biblës. Pra ata japin të tjera interpretime Perëndisë. Duke thënë
që nuk ka se si tjetë trini, nuk ka se si tjetë dhe 1 dhe 3, pra nuk e kuptojnë, ose i dalin vetë kundra, ose japin një tjetër interpretim shkrimit të Biblës. Në shumicën e rasteve, këto sekte e njohin shumë mirë Biblën, por interpretojnë sipas filozofisë së tyre të themi. Prandaj dhe mbledhin antarë, sepse i thonë që ja, çfarë kanë mësuar deri në dia nuk është e vërtetë. Ja ku është e vërteta, ky është Perëndia, nuk është trini. Ndërkohë që në shumë vende në Bibël, po veçanërisht tek letra e parë e Gjonit, kapitulli 2, 22-23, na thuhet fare qartazi. Dhe le ta lexojmë, thotë kush është gënjeshtar? Thotë Perëndia përmes apostullit Gjon. Pra kush është gënjeshtari? Vetë ai që mohon se Jezusi është Krishti. Antikrishti është ai që mohon Atin dhe Birin. Pra, fjala e Perëndis, fjala e frymëzuar e Perëndis, që flet këtu përmes apostullit Gjon, thotë qartazi që ai që mohon se Jezusi është Krishti, pra Mesia i profetizuar dhe i pritur, ai thotë është antikrishti. Tani antikrishti ka dy kuptime, një që e kundra Krishtit ose një Krisht tjetër. Dhe thotë, antikrishti është ai që mohon Atin dhe Birin. Dhe kuptohet është dhe fryma e shenjtë, po këtu apostulli flet konkretisht për Krishtin. Pra kush mohon trinin, Atin, Birin, frymën e shenjtë, dhe kuptohet, atëre është antikrishti. Kështu që sektet që mohojnë trinin e shenjtë janë sekte jo të krishtera. Ata mund të thonë dhe vetes krishterë, dhe do shohim më pas që ka dhe të tillë që atje shumë të njohur, por dalin kundër vetë Biblës, vetë fjalës Perëndis. Së dyti, sektet dhe kultet mohojnë hyjninë e Krishtit. Ata mund thonë që Krishti ishte një njeri i mirë, pra mund ta pranojnë që ka jetuar, mund të thonë që ka qenë i ndriçuar, mund të thonë që ka qenë profet ose të tjera, por mohojnë natyrën e tij të Perëndis. Kur Bibla flet qartazi që i madh është misteri i Perëndis, Perëndia erdhi në mish. Dhe Perëndia ishte në Krishtin në kryq, teksa bëri paqe me botën. Në fillim ishte fjala, fjala ishte Perëndi, fjala ishte pranë Perëndis dhe fjala erdhi në mish. Pra flitet mjaft qartazi në Bibël që Krishti është Perëndia e ardhur në mish. Fryma e shenjtë, shkoi te Virgjëresha Mari, lindi biri i Perëndis, Jezu Krishti, plotësisht njeri dhe plotësisht Perëndi. Përse për të përmbushur planin e shpengimit të njerëzimit nga mëkatet në vdekjen e tij në kryq dhe ringjalljen e tij. Pra mposhtet vdekja dhe mëkati. Dhe ata që besojnë këtë ungjil rilindin nga fryma e shenjtë dhe adoptohen në familjen e Perëndis si bijë dhe bija të tij, thotë Shkrimi i Shenjtë. Pra kështu punon Perëndia, Ati përmes frymës së shenjtë e çon besimtarin që kërkon Perëndinë tek biri i tij që është fjala e tij, është logosi i mishëruar. Kështu punon Perëndia. Dhe po mos kishte Krishti hynor, nuk faleshin mëkatet, sepse vetëm Krishti jetoi një jetë njerëzore pa mëkat. Pra ai, duke qenë Perëndi, e përuli veten dhe jetoi si njeri i thjeshtë, si gjithë njerëzit, por pa mëkat, që kryente shpengimin e mëkateve tona në kryq. Këtë mëson Bibla. Dhe po tek letra e parë e Gjonit, kapitulli 4, vargje 2-3 na thotë, nga kjo mund të njihni frymën e Perëndis. Kujdes Gjonit tek kapitulli 2 flet për Atin e Birin, këtu flet për frymën. Ja ku kemi edhe trinim praktikisht. Po thotë si mund ta njihni frymën e Perëndis? Çdo frymë thotë që rrëfen se Jezu Krishti ka ardhur në mish, është në Perëndia. Pra ai që rrëfen këtë gjë, që Jezu Krishti, biri i Perëndis, ka ardhur në mish, do në formë binatyrore, fryma e shenjtë shkoi pra, këtu vjen Virgjëreshës, sipas gjithë shkrimit. Dhe lindi Jezu Krishti. Ky që rrëfen këtë, thotë apostulli, është fryma e Perëndis që rrëfen këtë, nuk rrëfen dot njeriu vetë. Po ata që nuk e rrëfen këtë gjë, do të antipodi, antikrishti, ose rrëfen të kundërtën, ata nuk kanë frymën e Perëndis, pra nuk kanë frymën e shenjtë. Dhe kur s'ke frymën e shenjtë, s'ke frymën e Perëndis, atëherë je ke frymën e antikrishtit. Pra kundër Perëndis. Kështu që sektet dhe kultet që nuk kanë frymën e Perëndis dhe formojnë këto grupe që mohojnë natyrën e Perëndis dhe hynjen e Krishtit, janë vetë antikrishti sipas Biblës. Dhe këtu mund të njohin pikërisht nga kjo devijim i madh i doktrinës kryesore të krishterësisë, si është triniteti dhe hynja e Krishtit.
Por ka dhe të tjera dhe le të shohim. Pra si mund të identifikojmë është shtimi i shkrimeve ose librave të reja. Ndërkohë që e pam që në njëra parimet e krishterimi, protestantë gjillorë si shtam, kjo teologjia është sola scriptura, pra vetëm shkrimi i shenjtë, vetëm Bibla. Por ka sekte dhe kulte të dalin, okay, thotë, është Bibla, po është dhe kjo. Ose Bibla u korruptua, ka thua se Perëndia nuk mbron dot fjalën e tij. Pra kuptoni, jam të çuditshme këto. Pra ka grupe thonë që Biblën e kanë deformuar njerëzit, kanë shkruar aty mashtrime, dhe ja po sjellin në një libër të ri, që jep gjithë të vërtetë. Ndërkohë Zoti në fjalën e tij në profetin Isaia thotë, unë jam Perëndia dhe unë vigjiloj në fjalën time, thotë. Pra Perëndia vigjilon në fjalën e tij. Dhe ne kemi pasur periudha shumë të zymta edhe të kishës. Në mesjetshëm inkuzicionet, ka qenë nën petkun e kishës katolike, po atje kryeshin gjëra të tmerrshme që ishin jo biblike. Por ama asnjëherë nuk guxoi askush i ishte një pikë dhe impresë e Biblës, sepse nuk bëhet dot, se gjithë kontrollin e ka Perëndia. Po ka sekte dhe kulte që thonë jo, Perëndia nuk e mbron dot fjalën e tij. Pra Perëndia është i pafuqishëm. E lë fjalën e tij që njerëzit ta deformojnë, bëjnë çfarë duan, kështu që ja ku te fjalën e Perëndisë. E kemi ne. Pa gjithë mira vite, Perëndia thjesht e ka lënë kështu fjalën e tij dhe i ka lënë njerëzit të në ferr. Dhe duhet vi pas qindra mira vitesh një njeri ose një grup ose disa që të sjellin një fjalë tjetër dhe thonë ja, kjo fjalë që them unë, ky libër që unë të jap, kjo është fjala e vërtetë e Perëndisë. Ndërkohë Bibla nga Zanafilla që është libri i parë, deri tek Zbulesa që është zbulesa e fundit që jepet apostullit Gjon, të vetmit apostull të mbetur gjallë, si gjithë tjerët u ekzekutuan nga vetë Antikrishti, por të lejuar nga Perëndia dhe ata janë parajs të vdi Zotit, por apostulli Gjon u la i gjallë, unë do gëzoj të them për të dhënë zbulesën e fundit të Biblës. Është libri i fundit i Biblës që flet për Apokalipsin dhe gjyqin e fundit që e pret njerëzimin. Është një letër që drejtohet kishës, por na flet që të gjithë. Dhe na thuhet dhe kuptohet që ky është libri i fundit dhe mbyllet shkrimi i Perëndisë. Pra nuk flet më Perëndia pas kësaj. Dhe ka lënë këtë libër kishës. Dhe kisha janë njerëzit e rilindur, nuk është godin apo institucion. Pra 66 librat e Biblës, të frymzuar nga Perëndia, janë autoriteti kryesor dhe nuk ka më tjetër. Dhe po të lexojmë të Zbulesa, kapitulli 22, vargjet 18 dhe 19, na thuhet qartë se tu flet vetë Zoti, vetë Jezu Krishti, flet apostullit. Dhe thot, unë deklaroj, kujdo që dëgjon fjalët e profecisë së këtij libri, se nëse ndëkush do t'i shtoj këtyre gjërave, Perëndia do t'i shtoj plagët e përshkruara në këtë libër. Dhe nëse dikush heq fjalët e librit të kësaj profecie, Perëndia do t'i heq pjesën e tij nga libri i jetës, nga qyteti i shenjtë dhe nga gjërat që janë shkruar në këtë libër. Tani kuptohet flitet këtu posaçërisht për profecinë edhe në librin e Zbulesës, por ama dhe libri i Zbulesës duke qenë zbulesa e fundit, e apostullit të fundit, atëre pas kësaj nuk ka më. Nuk ka më, Perëndia ka dhënë gjithë planin e tij, gjithë fjalën e tij. Dhe tashmë thjesht pritet rikthimi i vetë Jezu Krishtit që të marrë të tjetë dhe të krijojë një qiell të ri dhe një botë të re në atë libër. Pra nuk ka më. Dhe sektet dhe kultet i shtojnë shkrimeve dhe shtojnë madje dhe libra të reja. Tjetër pjesë që mund t'i dallojmë dhe identifikojmë sektet dhe kultet është ajo që tham pak më parë, një lider karizmatik me autoritet të veçantë. Pra pretendimet të pazakonta për liderin. Pretendim sikur ai ka pasur një zbulesë të veçantë nga Perëndia. Por tham, nëse kjo zbulesë bie kundra shkrimit të Perëndisë, atëherë kemi të bëjmë një profet të rrem. Ose për interpretim të saktë të shkrimeve, pra të së vërtetës. Ka sektantë ose kultista të tillë që thonë shumë Bibla kështu është, por nuk e keni kuptuar mirë, ju kanë gënjur gjithë vite. Ja ta them unë si është. Dhe jep interpretimin e tij. Se thot mua më shfaq ose më një angjëll, ose më shfaq vetë Zoti, ose më foli Zoti, më dërgoi, më dha këtë vëdim, këtë vizion, me radhë me radhë.
Tani Bibla thotë mos u çuditni që edhe vetë Satani thotë djalli shfaqet si angjëll drita. Prandaj duhet patur shumë kujdes. Dhe Bibla flet shumë për këtë temë. Ka edhe të tjerë që thonë gjatë rrugës humbi e vërteta, humbi shkrimi thjesht u bë një fe, u korruptua ja ku ka mund të vërtetën absolut. Por kujdes, nëse bie kundër Biblës, është automatikisht antikrishti, pra kundër Krishtit. Që nuk ka se si të jenë dy perëndi. Një është perëndia. Dhe një është ndërmjetësi midis perëndisë dhe njeriut, na thuhet Krishti njeriu. Pra vetë perëndia e bën njeriu. Si gjithçka thamë është vetëm për lavdinë e tij, vendos vetë perëndia, pika Biblia. Ai vendos fillimin, fundin, jetën, vdekjen, alfa omega, pra i ka të gjitha ai në dorë, nuk e kanë njerëzit. Kështu që kur shfaqet një lider karizmatik që jep vetes tituj, grada, vëgime të veçanta, statuse të veçanta, ndërlidhje të veçanta me hyjnorën, interpretime të shkrimit, mësime të reja, etj. Ta dini që i bie që gjithë këto miravite nuk ka pasur fare perëndi dhe vjen ky njeri që na shfaqin perëndi të re. Dhe këtu pra është pikërisht rreziku. Pastaj që shemi lider karizmatik, duhet pasur kujdes çfarë mëson ai. Dhe vetë kolosianëve, kërkojnë ndjes për shkrimin, se njëherë bëjmë dhe gabime në nxitimi, pra dhe letra e kolosianëve, kapitulli 2, vargje 8 dhe 9, na paralajmëron Perëndia përmes apostullit pikërisht për këtë ndodhi dhe thotë: tregoni kujdes se mos ndokush ju bën prenë e tij me anë të filozofisë dhe mashtrimeve të kota, sipas traditës së njerëzve, sipas elementeve të botës dhe jo sipas Krishtit. Ja vizoj, pra çfarë do shkemi? Tregoni kujdes se mos ndokush, pra ndonjë njeri, do thënë gjithmonë do ketë mësuesë, ju bën prenë e tij, pra ju kap, ju skllavëron. Sepse ata duan të kenë njerëz që i shfrytëzojnë. Ky është qëllimi i tyre në fakt. Se duan i ligu në zemrat e tyre, duan vetë djallin. Po si mund t'ju bëj prerë thotë me anë të filozofisë, pra ju thotë gjëra që ju ma gjepsin mendjen. O, se kam menduar këtë më parë. Shumë kam parë qarkullojnë disa individ kohëve të fundit, edhe në Shqipëri fatkeqësisht, që mësojnë këtu doktrinat hinduiste. Hinduistët besojnë në shumë hyjni, në shumë perëndi, në 330 milionë zotëri. Madje Donald Trumpin e ka bërë një ato zotëri. Dhe mëson dhe një ditë thoshte, nuk ka sfera as parajs, thoshte, nuk ka ferrat e parajs, janë thjesht gjendje, thoshte. Gjendje të vetdijes, gjendje të zemrës, që ti mos ke frikë, nuk ka ferr. Do të thënë, më kato ti bëj çfarë duash, në fund nuk do vi Krishti, nuk do të gjyq. Dhe ti as parajs as ferr, dhe parajsin e ndërtojmë ne këtu në tokë, thoshte. Pra e ndërtojmë njerëzit parajsin, jo Zoti. S'ka Zot me fakt. Pra tradita hinduiste, që besojnë shumë zotër, por shkrimi thotë që ata që besojnë shumë, pra këto lloj fillitarish, i besojnë idhujve dhe pas idhujve ka frymra demoniake. Dhe atë çfarë bëjnë, mashtrojnë tradita njerëzore, mashtrimet kota, filozofia, dhe njerëzit i pëlqejnë godulisja e veshëve. Do s'ka ferr, pse të friksohemi? Atëherë le të vjet, le të mashtroj, le të kryej moralitet, le të bëj çfarë dua sepse nuk ka ferr. Më kuptoni? Pra këto janë elementet e botës. Dhe bota dërgjet mëkat, se bota është infektuar qenë ku në Adamit dhe Evës në ato shkrim. Dhe jo sipas Krishtit, ja ku kemi, të shkrimi, jo sipas, pra anti-Krisht. Por thot ama kujdes, se mos bini pre e këtyre mashtrimeve të kota që vinë në mënyrë filozofike. Pra njerëzit i pëlqejnë këto. Motivim, ndjehu mirë, ndjehu special, versioni më i mirë i vetes, që okay, nuk po themi që janë gabim, ka aty gjëra shumë mira. Po kur vjen puna prekin të vërtetat shpirtërore, për jetësinë e shpirtit, dhe tjetri thotë nuk ka ferr, nuk ka parajs, është shumë e rrezikshme. Parajsa dhe ferri përmendet shumë herë në Bibël, është de facto. Dhe gjitha për atë bëhet. Pra Perëndia dhe që ai shumë bukën që askush mos fundas. Pra mos vjen ferr. Po kushdo që beson në të, pra në birën e Perëndisë që e dërgoi, të ketë jetën e përjetshme. Pra shumë e dëshë Perëndia, sa dha birën e tij vetëm lindur. Ti shpër njerëzit dhe erdhi Jezusi, si shpëtimtar, po herën e dytë do kthesë gjykatës. Dhe gjithë hapin llogari, jo vetëm për ato që kanë bërë, por për shpirtin e tyre, për zemrat e tyre. Perëndia gjykon zemrat, qëllimet e zemrës.
Kur bëjmë diçka, pse e bëjmë? Këtë do shpjegoj Perëndia. Po edhe kur se bëjmë, po e ndjejmë në zemër, e kemi në zemër, shumë një natë, një mlef, do gjykohet edhe ajo. Prandaj njeriu duhet të rilindë në besimin. Perëndia jep falas në hirin e tij. Është rilindja në frymën e Shenjtë përmes besimit në Krishtin. Dhe ai adoptohet familjen e Perëndisë dhe nuk gjykohet kur ai jeton si biri i Perëndisë, jeton në dritë. Po kur jeton në errësirë, do ndjekë filozofitë e botës. Prandaj në mund këta forcë motivues, gurua, çfarë janë këta, do lidera shpirtërore, çfarë mund të thonë vetes. Janë shumë, janë jashtëzakonisht shumë. Dhe mirë ata që i ndjekin, sepse nuk po ndjekin Zotin përmes Krishtit në fjalën e tij, dhe në frymën e Shenjtë po ndjekin filozofinë njerëzore. Kështu që ditën e fundit nuk ka se si të thonë, tani unë kështu më tha ai, se Perëndia do gjykojë gjithë secilin në mënyrë të pavarur të shkrimit. Secili të shkrimi Shenjtë do japë llogari për veten e tij. Nuk do thotë më tha ai kështu apo më gënjej. Kuptohet ata që kanë gënjur, ata do kenë të shkrim më të rëndë sipas Biblës. Por secili përgjigjet për përgjegjësinë e tij para Zotit, si krijesë e Zotit. Tjetër pikë për të identifikuar sektet dhe kultet është shpëtimi me anë të veprave. Pra, konkretisht ata thonë që ti e ke në dorë shpëtimin tënd. Ngjason pak me këtë, nuk ka ferr parajs, po ti e ndërton parajsën. Pa edhe s'ka ferr dhe parajs dhe ti ndërton parajsën. Pra kuptoni gjithsesi. Pra shpëtimi me vepra do të thotë që ti nëse bën mirë e meriton parajsën. Pra kjo e heq autoritetin Perëndis. Pra si të thuash, e shikon unë jam i mirë, vetë para gjyshit, edhe Perëndia thotë s'kam çfarë bëjmë, po të hap krahun. Do të jenë rregull. Bibla thotë askush nuk është i mirë. Që të gjithë kanë mëkatuar, thotë Bibla, dhe ka rënë nga lavdia e Perëndis. Pra duhet vinte biri i Perëndis pa mëkat, i lindur edhe në një vigjëres për shkrimeve, për të paguar për mëkatet tona. Dhe nuk ka tjetër emër të dhënë në qiell dhe në tokë, thotë shkrimi, me anë të cilit mund të shpëtohemi përveç emrit të Jezu Krishtit. Dhe thamë Jezus është Zoti shpëtimtar, ky është emri. Pra Bibla shkrimi i Shenjtë mëson vetëm lavdinë e Perëndis. Pra Perëndia na do, po të gjithë ai e bën për lavdinë e tij. Dhe vetëm ata që jetojnë sipas lavdisë së Perëndis, ata shpëtohen. Nuk mund të shpëtojë njeriu për lavdinë e tij. Njerëzit kanë rënë në lavdia e Perëndis. Pra këtu bie në kontradikt pikërisht me parimin biblik që thamë të sola fide. Vetëm me anë të besimit tek ai që Perëndia është, tek mëshira dhe dashuria e tij e pamerituar që është hiri i tij, i dhënë në Krishtin për faljen e mëkateve tona, pra pagoi vetë Perëndia në trupin e Krishtit. Vetëm këtu mund të shpëtohemi, thonë krishterët. Kjo është besimi i parë. Dal nga veshkrimet hebraike, vazhduar me plotësimin e Mesias pra Krishtit dhe apostujve. Në kohën e kishës që ne jetojmë. Pra sot është koha e fundit që është kisha. Pastaj ndodh rrëmbimi i kishës, mbaron kisha, nuk ka më tjetër. Vazhdon gjyshi pastaj. Këtë e Bibla. Dhe vetëm me besimin shpëtohemi nga Perëndia, pra Perëndia shpëton njeriu, këtë thotë Bibla. Kurse kultet dhe sektet dhe fetë rreme mësojnë që jo, ti shpëtohesh me vepra. Dhe në fund të del një peshore, nëse ke bërë më shumë mirë, veten në parajs. Nëse ke bërë më shumë keq, veten në ferr. Po ndonjëherë ka vetë thonë, nëse nuk ka ferr, kanë shpikur rimishërimin pasaj, ti rimishërohesh në një kafsh, në një shpend, në një gur, në një pemë. Pra ka interpretimet e këtyre filozofive dhe traditës së kohës njerëzore që po shkruajnë. Ndërkohë që Bibla flet qartazi dhe një nga shkrimet që është mjaft i qartë tek Efesianëve 2:8-9, vetë Perëndia, fryma e Shenjtë, përmes apostullit thotë, sepse me anë të hirit jeni shpëtuar nëpërmjet besimit, jo nga veprat. Është fare e qartë. Pra hiri është çfarë Perëndia jep në Krishtin për të gjithë. Pra vetë fryma e Shenjtë na çon te Krishti, fjala e Perëndisë, te Ungjilli. Te Ungjilli do thotë lajmi i mirë i shpëtimit. Dhe kur tjetri beson të Ungjill, është i shpëtuar. Perëndia vulos zemrën e tij me frymën e Shenjtë, shkruan ligjin e tij, jo me anë të gërmës, po me anë të frymës së shkrimit. Po tek Efesianëve 1:13 thotë, sepse ju kur dëgjuat thotë Ungjillin e shpëtimit, u vulosët me frymën e Shenjtë. Pra ai që kërkon perëndim, kërkon shpëtimin, do të jetë me Zotin për jetën. Nuk ka se si shpëton veprat e tij. Shpëton vetëm duke besuar që Zoti është i mirë. Dhe ai shumë e desh këtë botë sa dha Krishtin të pagojë për mëkatet tona.
Pra na dha një shans të dytë që të gjithë. Po kur themi shtojnë na veprat, atëherë ti e heq autoritetin Perëndis. Dhe thua nuk ka hir. Ose ka hir Zoti, po unë ja dal vetë. Pra këtu në këto detaje luajnë kultet dhe sektet. Dhe që ta mbyllim këtë pjesë, te pika e fundit, dhe më pas do vazhdojmë dhe me pjesën e dytë. Pra si të identifikojmë, pika 5 është izolim dhe kontroll. Pra kryesisht këto sekte dhe kulte preferojnë le të themi të kenë të izoluar anëtarët e tyre. Pra të izoluar nga bota, të shkputur edhe nga të afërmit, dhe kanë një kontroll absolut ndaj jetës së tyre. Dhe sjelljes së tyre, madje ndaj mendimeve të tyre. Pra bëhet aty një shpëlarje, një manipulim total i njeriut. Ndërkohë që Perëndia në Bibël na thotë që e ka dhënë njeriut bekimin e vullnetit të lirë. Pra Perëndia sado që thotë vërtetën, jep shpëtimin. Flet që ka dhe ferr, ka dhe gjyshi, ka të gjitha, prapë ka lënë njeriun të lirë, nuk e imponon. Kurse sektet dhe kultet nuk besojnë te vullneti i lirë i njeriut. Ta besojnë që njeriu duhet të jetë izoluar, i kontrolluar dhe i bindur absolutisht ndaj ose ndaj organizatës që është sekti, ose ndaj liderit që është kulti. Ndërkohë që Bibla na thotë tek 1 Gjoni 4:1 të dashur thotë, mos i besoni çdo fryme. Pra çdo njeriu, se fryma është vetë njeriu. Por provoni frymrat nëse janë nga Perëndia. Pra provojnë nëse janë nga Perëndia. Nëse ata bien ndesh me atë çfarë Bibla mëson. Mbi shkrimin e shenjtë, që është Bibla. Mbi hirin e Perëndis, mbi Krishtin, natyrën e Krishtit, e tjera që thamë. Shkrimi dhe në besimit tek Perëndia, jo nëpërmjet. Pra një është ndërmjet, si na thotë, është vetë Krishti, është vetë Perëndia në Krishtin. Po nëse shtohet një ndërmjetës tjetër, pra një guru, një lider, një figurë fetare, një udhëheqës shpirtëror, një prift, një tjetër, atëherë do të thotë që ti nuk ke ndërmjetës vetëm Krishtin, pas edhe të tjerë. Atëherë këtu fillon problemi. Sepse Bibla thotë vetëm një është ndërmjetësi midis Perëndisë dhe njeriu, Krishti i njeriu. Nuk ka ndërmjetës tjetër. Kur shtojmë një njeri tjetër, pra i besojmë një frymë tjetër, jo frymën e shenjtë në Krishtin, atëherë Bibla thotë nuk janë Perëndia. Pra personi që merr autoritetin e ndërmjetësit, bëhet ai ndërmjetës, bëhet ai Krishti, pra një Krisht tjetër, pra antikrist. Dhe detyrimisht do sjellim kontroll dhe izolime nga bota. Këtu mund të shikoni disa foto të disa prej sekteve dhe kultizme më të njohura në histori, disa prej tyre janë bashkëkohor, mjaft njohur për publikun shqiptar. Pra ata japin një version tjetër të Krishtit, bëhen ata ndërmjetës. Bibla thotë mos i besoni, vërini në provë nëse janë Perëndia. Nëse nuk janë Perëndia, nëse nuk mësojnë atë që fjala e Perëndisë mëson, që është vetë Perëndia që flet mes popullit të tij, atëherë nuk janë Perëndia. Dhe çdo gjë që nuk është në Perëndia, besoj e kuptojnë vetë nga është. Tek Mateu 7:15-20 vetë Perëndia flet nëpërmjet Jezu Krishtit. Thotë që janë uqër grabiqar të veshur si dele. Madje diku tjetër shkrimi na thotë që pikërisht këta mësues të rrem prezantohen si apostujt të Krishtit. Ose diku tjetër sikur sa tham, vetë Satani prezantohet si ëngjëll drite. Dhe shpesh ata flasin për ndriçimin, për dashurinë, për lirinë, e të tjera, pra veshin petkun e krishtërimit. Por për brenda janë uqër grabiqar dhe duan që të shtojnë antarësinë, ta izolojnë nga bota dhe ta kontrollojnë për përfitimet e tyre. Kryesisht materiale, po jo vetëm, dhe një pjesë e mirë këtyre që shikojnë këtu në foto, përveç zhvadjes materiale aty do të edhe skandale të ndryshme, kryesisht seksuale, skllavëruese e me radhë. Dhe vetë Zoti Jezu Krisht, pra vetë Zoti Jezu Krisht thotë nga frytet e tyre do t'i njihin. Pra nga frytet e tyre do t'i njihin. Sepse në fundit njeriu nuk nxjerr dot as nga goja e tij, as nga veprat e tij, asgjë tjetër përveç asaj që ka në zemër. Çfarë ka ai në zemër, ato do thotë dhe ato do bëjë. Po këtu kujdes na thotë që jo vetëm ai mund të i deformojë fjalët, pra mund të flasë edhe mirë, pra shtiret si mirë, por nga veprat do dalloni se kush është ai njeriu. Dhe shumë kultistë e të gjithë tjerët jo vetëm që kanë kryer dhe vrasje masive, pra vetvrasje masive, e të tjera me radhë të skandale nga më ndryshëm, sot mund të kërkojmë në internet
dhe mund gjejmë nga jeta e tyre, por vazhdojnë edhe më sot deformojnë pikërisht shkrimjeshin dhe japin një version tjetër të terapisë. Këtu miq po ndalemi me këtë pjesë të mësimit, pra deri te kjo pikë, dhe uroj të ketë qenë mendim për ju dhe miru gjeshim në pjesën tjetër të mësimit. Zoti t'ju bekoj.